Dashur miq, jemi sërish në komunikimin e qendresës, në mikrofonin qytetar, sigurisht për të diskutuar për temat të cilat ne në fakt janë të lidhura me interesin e punës le themi të qendresës, po edhe përgjithsisht ato që lidhen me hapësirën publike dhe çështje të ndryshme, nga politika tek elemente të cilat janë më pak prioritare të dukshme për qeverisësit, po që sigurisht janë jashtëzakonisht prioritare dhe jetike për jetën e qytetarëve. Në fakt, ne sot do ndërtojmë një bisedë e cila lidhet me atë që është, le të themi, kori ose zemra e punës së qendresës, që lidhet me çështjet e edukimit. Dhe për këtë ne kemi të ftuar në këtë bashkëbisedim Edon Qesari, kërkues shkencor, pjesë e Akademisë së Shkencave. Ne po diskutonim pak bashkë që fokusi i punës tuaj ishte periudha midis dy luftrave, edhe kam përshtypjen që është pak sfiduese se të studiosh periudha luftash mund të jetë edhe vështirë për të kuptuar mbi dokumenta të cilat duhet i shpëtojnë luftrave që më pas të studiohen. Ka një vështirësi të shtuar kur bëhet fjalë për studiuar një periudhë paqe në krahasim me një periudhë lufte. Do të thoshe që në ditët e sotme është në përgjithësi sfiduese që të merresh me të shkuarën. Merresh me të shkuarën sepse në përgjithësi duhet të shkëputesh nga një lloj mendësie e cila e shet të shkuarën në funksion të sotmes. Pra gjëra që sot na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë, kemi tendencën t'ja rrasim, po e them në thonjza, edhe një të shkuarit të caktuar. Kështu që një lloj ftohtësie që duhet ta ketë çdo lloj studiuesi në përgjithësi në shkencët sociale, ta imponosh të lloj që ftohtësie edhe tek një publik më i gjerë është pak e vështirë. Për sa i përket asaj që ju thoshit, pastaj le të themi që kur kemi një vështrim kështu mbi të shkuarën, sidomos një shkuar relativisht e afërt, kur flasim për dy luftrat botërore, jemi vetëm 2 apo 3 breza më të vonshëm, pra ndjeshmëria është goxha e lartë, ndryshe nga po të flasim për shekuj më përpara. Midis luftës dhe paqes janë dy kontekste të cilat shpeshherë edhe në këtë rast do duhet të gjykoheshin me objektivitet, do duhet dëgjoheshin të shqyrtoheshin me një lloj shkëputje emotive, dhe kjo jo gjithmonë është e vështirë, sidomos për sa i përket periudhave të luftës. E vërtet është, po është me interes. Një studiues e fiton ftohtësinë e tij prej kohës apo prej metodologjisë apo qasjes që ai përdor për punën. Pra, formohesh të qenurit i ftohtë apo koha ta jep këtë sa më larg? Të dyja nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Do të thosha e para është shumë e rëndësishme sepse siç formohet studiuesi vetvete, njëkohësisht formohet apo do duhet të formohet edhe një lloj objektiviteti nga ana tjetër. Kur them objektivitet, sepse duket si fjalë shpeshherë që e paprekshme dhe pa shpjegueshme. Kur them objektivitet, ndonjëherë ka të bëjë me një lloj përjetimi individual të një, në rastin konkret, të një periudhe të caktuar apo të personazheve të një periudhe të caktuar, të cilën gjithsesi secili nga ne i ka. Pra, një studiues i cili, sidomos për sa i përket një historie relativisht të risht, pra relativisht afër nesh, i cili betohet dhe përbetohet për një pandjeshmëri personale, unë do ta merrja me pak seriozitet. Çdo kush nga ne ka qëndrime, ka përjetime, ka ndjeshmëri të caktuara. Çështja është që këto është gjithmonë e duhur apo do të ishte gjithmonë e udhëzueshme që të lihen sa më shumë në njanë. Por, patjetër, jemi në kuadër të atyre që përgjithsisht quhen shkenca humane, sjellja njerëzore në këtë rast është e pranueshme, kështu që është pjesë e një debati të vazhdueshëm. Kjo është arsyeja pse ndër më të mirët që ne mund të shquajmë kur bëhet fjalë për këto shkencat e albanologjisë janë të huaj. Se për shkak se ne s'kemi pasur kohën për të distancuar mbase dikush ka qenë larg çështjeve. Them se janë dy faktorë kryesor. Një është faktori i jashtëquajturit traditës. Duhet të kuptojmë diçka. Konteksti kulturor shqiptar i lidhur me Shqipërinë është një kontekst kulturor i cili e njeh shumë vonë
studimin dhe thellimin shkencor universitar, ta quajmë kështu, akademik. Shqipëria është vendi i fundit në Ballkan i cili pajiset, nëse mund të themi kështu, me studime universitare. Universiteti i Tiranës, i pari universitet i vendit, nëse do të marrim universitetet e para ballkanike, po themi vetëm këtë pjesë të Evropës, është i fundit, është i krijuar në gjysmën e dytë të viteve 50, fillon si një tërësi institutesh, pastaj derisa hapet zyrtarisht Universiteti i Tiranës, por është i fundit në një lloj radhe. Kështu që patjetër kjo mungesë tradite ka ndikuar shumë që interesi mbi ato që quhen dija albanologjike, pra që kanë të bëjnë me kulturën, me gjuhën e tjerë, do lindte diku dhe nuk mund të lindte këtu. Së dyti pastaj, unë do të thosha edhe një faktor që ka të bëj shumë me një farloj mendësie që është trashëguar. Gjykohet se të huajt janë më të ftohtë, më të shkëputur, më të jashtëm, dhe kjo nuk ndodh vetëm në shkencë, gjykohet pak a shumë kudo. Kështu që një lloj kompleksi, po e quajmë kështu, përulje ndaj çdo pohimi që vjen nga i huaj, ka qenë dhe vazhdon ende sot. Unë e gjykoj në mënyrë pak më optimiste, të themi kështu, të paktën them se kam rreth e rrotull kolegë të cilët do të dëgjoja shumë më tepër fjalën në fushën, në rafshin tim studimor, se sa që mund t'ja dëgjoj një të huaj. E interesante kjo. Edhe kur e sjell këtë detaj që nuk e kishim renditur ndonjëherë kështu, që ne jemi një nga vendet që universitetin le të themi ka marrë jetë i fundit në rajon, edhe përpasoj kam përshtypjen në Europë. Po kam përshtypjen që konteksti territorial i saj lidhej me një tjetër vend, kështu që është shumë interesante sepse ne kemi qenë të fundit, por nëse gjykojmë për numrin e universiteteve sot, ne kemi 12 universitete publike dhe 41 le të themi jo publike. Dhe në raport me nevojat e tregut dhe numrin e popullsisë, kam përshtypjen që nga një vend që ishim të fundit, ne kemi dalë të parët. Po çdo të thotë kjo për ty, nëse ky numër kaq i madh i universiteteve? Po, të bëj një sqarim paraprak, pse jam këtu dhe po flas për këtë gjë. Sepse kam edhe kam edhe një kurikulum modest në këtë gjë. Unë jap mësim në universitetet shqiptare, private dhe publike, prej së paku 12 vjetësh dhe prej së paku 15 vjetësh jam në këtë zanat, të cilin jeta jote është e lidhur mas akademisë. Është jeta ime e lidhur, po është dhe jeta ime në tërësi. Pra, e konsideroj veten me fat që unë bëj një punë që e dua. Pyetja që më drejtove, po të flas me ti, po të marr lejen të flas me ti. Po ta jep këtë. Pyetja që më drejtove ka dy pika shumë interesante. Pika e parë, ne kemi të bëjmë me një dinamizëm të vazhdueshëm. Pra, kemi këtë numër kaq të lartë universitetesh, të cilët, mos harrojmë diçka, përgjatë 2 dekadave të fundit kanë ndryshuar shpeshherë. Pra, brenda për brenda një numri të lartë, ne kemi rënje, kemi lindje dhe vdekje, kemi ndryshime të shpeshta etj. Pra, nuk kemi vetëm një zgjerim sasior, le të themi, por kemi edhe dinamik të jashtëzakonshme cilësore. Por pika më interesante është që ti vetë e lidhe universitetin me tregun. Çfarë do të thotë kjo? Do thej që ka më shumë universitete se sa që mund të kërkoj tregu për sa i përket të diplomuarve. Dhe është e vërtet. Por kjo na bën të mendojmë edhe diçka tjetër, që për një arsye jo thjesht politike, jo thjesht shoqërore, por do të thosha kulturore, dhe që nuk prek vetëm Shqipërinë, fusha universitetit është fusha në të cilën ne jemi më të integruar. Në qoftë se ne duam të shkojmë, apo është kjo ideja e vjetër e të shkuarit drejt perëndimit. Në kuptimin, e them në kuptimin sarkastik të fjalës, jemi më të integruar sepse të gjitha problematikat që ne kemi sot janë problematika që shkojnë përtej Shqipërisë. Marrin dhe një karakter lokal të pashmangshëm,
por janë problematika kudo. Ne jetojmë në një epokë në të cilën mendësia e lidhjes së dijes, universiteti është vendi i prodhimit dhe përpunimit të dijes. Dhe tregu të punës dhe punësimit, pra ky utilitaritet që ekziston midis tyre të dyave, unë duhet të di sepse unë duhet të punësohem, është e kudogjenshme, është e ulur këm kryq midis nesh. Prandaj vetvetiune kur flasim për universitet dhe kemi të pashmangshme që ta mendojmë në këto terma funksional. Për çfarë na duhet universiteti në qoftë se nuk na jep punë? Nuk duhet mendojmë kështu. Duhet apo nuk duhet, mund të zgjerohemi, unë do të thoshe që nuk duhet. Do të thotë që universiteti në vetvete, universitet me U të madhe, universiteti si traditë perëndimore, ka ekzistuar për 7, 8, 9 shekuj me radhë, pa u lidhur me idenë utilitariste të çfarë duhet punësojmë. Çfarë prodhon kjo? Kjo prodhon problematikën e sotme. Problematika e sotme nuk është dhe aq e lidhur me faktin që dia është një mall në treg. Si të gjitha të tjerat, si çdo gjë tjetër, edhe dijen ne e vlerësojmë apo kemi mbërritur ta vlerësojmë nëpërmjet një pagese të caktuar. Unë paguaj një universitet që të më japi disa dije. Dhe këtë dije pastaj unë e certifikoj nëpërmjet një diplome. Tani, çfarë ndodh ande nga fillimi i viteve 2000 në Shqipëri, kur fillon ndërtimi njëri pas tjetrit apo hapja e të gjitha këtyre auditoreve apo universiteteve. E gjykuar nga sot, ne do të thoshim që kishte një etje të madhe për dije. Në qoftë se të gjithë duan të diplomohen, të gjithë duan të futen në universitet, pra rritet kaq shumë numri universiteteve, do të thotë që ka një kërkesë të madhe dhe atëherë ne duhet të rrisim gjithashtu dhe ofertën. Mua nuk më rezulton në të vërtetë që të ketë pasur gjithë të etje për dije. Por kishte efektivisht ka pasur një etje për certifikim të dijeve. Pra, nuk është etje për dije, është etje për diploma. Është kjo që familja ta kompreson duhet një diplomë në xhep. Patjetër. Dhe kjo natyrisht nuk është vetëm një problematikë shqiptare. Madje në Shqipëri, kjo është një problematikë që fillohet të vijet re, këtu po flas me dokumentacion, që në vitet 80. Pra në vitet 80, kam parë dokumenta arkivor të cilët shpreh një lloj shqetësimi të autoriteteve të asaj kohe që numri i studentëve po rritej shumë. Dhe rritja e numrit të studentëve po çonte në një rëndje të cilësisë. Në vitet 80 kjo gjë. Natyrisht kjo prirje vazhdon edhe në kushtet e një tregu të lirë. Është dhe një treg i lirë tashmë edhe për dije. Jo thjesht për mallra të lidhura me jetën e përditshme, mallra materiale. Dhe natyrisht kjo bën që shumë të duan të përfitojnë nga kjo etje e madhe për certifikime që është në fillim të viteve 2000. Dhe lindin universitetet, vetëm që ka një problem. Çdo rritje materiale përcjell dhe një rregull ekonomik të thjeshtë, mundësinë e një krize të mbi prodhimit. Që ne jemi tashmë? Ne kemi gati 2 dekada që jemi të kjo gjë. Pra që do të thotë, duke pasur një kërkesë të madhe për certifikim, rritet dhe oferta e certifikimeve shumë. Ai shumë rritet sa duhet gjetur një zgjidhje. Nuk ka student të pranishëm në për auditore. Në auditore private apo publike, cilat do të janë. Dhe atëherë fillojnë këto pasojat, të cilat shumë kush ka ne i di mirë, pra në një moment të caktuar, kushdo do të pajiset me master, kushdo e kam fjalën kushdo që punon në një farë degje të administratës publike, me një punë të caktuar, duhet pajiset me një master, çfarë do lloj të jetë ky master. Vetëm për të pasur këtë gjë, sepse kjo gjë do t'i sigurojë një rrogë më të lartë, kjo gjë do t'i sigurojë mbasi një perspektivë më të mirë në mobilitetin profesional brenda sektorit ku punon e të tjerë e tjerë. Pra, kriza e mbiprodhimit, ka një mbiprodhim të jashtëzakonshëm, le të themi godinash universitare, çon do e mos që të gjitha këto godina ose të magazinohen, të ngelen aty në magazin, ose duhet ta sajosh një lloj klientele.
duhet të sajosh konsumatorin. Dhe sajes, apo pjesë e kësaj sajese, është pikërisht ky formalizim që i bëhet certifikimet. Interesante është si qasje, se tek ti po flisje, po mendoja, se ne gjithmonë flasim për këtë tregun e punës universiteti, edhe po mendoja, po them atë klasikisht që një filozof në Aleksandria apo në Greqinë e last, kur vinte dhe merrte mësim tek ata të urtit, mendonte që kishte treg pune për filozof, prandaj shkonte. Këtë duhet ta mendonim edhe sot. Sigurisht që jo. Domethënë, edhe kam përshtypjen që kjo i ndodh sistemit tonë universitar, sepse ne na mungojnë le të themi studiues që le të them të profilit tuaj, kam përshtypjen që nuk e di nëse ndjen që ke trashëgimtar në këtë ti je i ri, mbase mund të mos mendosh për trashëgimtar. Ideja e të krijuar të një shkolle, le të themi, nga pas. Le të themi është një nga shqetësimet më të pakta që janë në këtë moment. Edhe kjo, kam përshtypjen që vjen me këtë aplikimin e kapitalizmit që ne kemi këtu, që çdo gjë matet me monedhë, dhe nëse të qenurit mësues nuk është fitim prurse, nëse qenurit studiuesi albanologjisë ose osmanolog ose nuk e di çfarë tjetër, fizikant, nuk lidhet me tregun e punës, që do të thotë bëhet më pak e preferueshme. Po nga aspekti personal i një individ, domethënë këtë mund ta shbëj qytetari i familjen e tij, domethënë çfarë duhet bëjë një familje shqiptare të thotë, shiko, kjo nuk t'i jep një të ardhme, po për vendin, dhe si duhet funksionoj, ti duhet shkosh tek të studiosh për gjuhëletërsi apo për diçka tjetër. Shiko, unë kam gul tek një gjë që problematika duhet diskutuar në të gjithë rrafshin e vet. Dhe një pjesë e rrafshit kulturor të paktën, ajo që lidhet me mendsinë, nuk është diçka e krijuar në bazament këtu. Pra, mund të diskutojmë pafund dhe të argumentojmë dhe me argumenta madje të vlefshme problematika të lindura tek ne. Mund të diskutojmë për ligjin e arsimit të lartë të vitit 2015, i cili në gjykimin tim ka qenë një lloj dënimi me vdekje ndaj një agonie që kishte kohë që zgjaste. Pra, po tani pas ka shumë vitesh. E vrau? Në gjykimin tim po. Në gjykimin tim e vrau dhe e ka vrarë për një arsye të vetme. Siç u thash, dia trajtohet si mall. Kjo është një vërtet sistemike, me të cilën ne jetojmë për ditë. Mund ta shohim nga këndvështrimet të ndryshme, të jemi apo të mos jemi dakord, dhe duke mos qenë dakord, ne mund të diskutojmë edhe masa që mund të merren ndaj kësaj gjë. Por një vërtet është absolute. Pra që jetojmë në një kontekst kulturor, mendësie kulturore, e cila na thotë që dia është një mall. Dhe atëherë këtë dije ne do të shkojmë, duke qenë se është mall, do të shkojmë ta blejmë. Do ta blejmë dhe do të thotë që ajo dije do vlerësohet në bazë të sa njerëzve blejnë atë dije. Ligji i arsimit të lartë certifikon këtë lloj bindje të gjithëve. Që thotë se do të marrin financime ato deg të cilat le të themi kanë më shumë konsumatorë. Ja dalin të thithin investime. Ja dalin të thithin investime. Por këtu ka një por, dhe kjo ka të bëjë me faktin që jo çdo lloj dije mund të hyjë dhe të mbijetojë në treg. Po, e vërtet. Çfarë do bëhet me një latinist? Për shembull, çfarë do bëhet me dikë i cili është nga ana shkencore shumë i aftë që të lexojë mbi shkrimet në greqishtën bizantine, por që kush treg vallë mund ta thërras apo cili financim mund të shkojë për formësimin e kësaj dije. Në katedrat tona, me që fola për greqishtën dhe e vjetër dhe për latinishtën, katedrat tona, përveç se në raste jashtëzakonisht izoluara, nuk mësojnë më këto gjëra. Sepse atë kulturë monumentale që është në këtë vend, ne e shohim thjesht apo shihet thjesht, me shumë modesti mundohem që veten time mos ta përfshi në këtë lloj faji, por ne këtë lloj pasurie monumentale e shohim vetëm në funksion të një dukshmërie turistike. Pra do vinë turistë të huaj, do vinë këtu, t'i shohin, t'i fotografojnë, apo me të cilat ne mund të mburemi, por nuk kemi studiues të cilët të mund të arsyetojnë mbi
vendodhjen e këtyre monumenteve, nuk e di, jetesën e këtyre monumenteve dhe gjëra të këtij lloji. Ai kemi humbur kuptimin e përtej, domethënë duam nxjerrim lekë edhe nga kjo. Për shembull kjo ndodh shpesh me këtë. Unë jam më afër periudhës së komunizmit që preferoj ndonjëherë kështu në mënyrë të lirë ta studioj. Dhe e shoh gjithandej që përgjithsisht investimi i shtetit ose i aktorëve madhor janë si të fitojnë ca para nga dhimbja, domethënë si ta spektakularizojnë dhimbjen, që ajo më pas të sjell lek nga turizmi apo nga turistët, dhe për shembull ti hyn në këto muze dhe përgjithësi dhe nëse do të marrësh, mua më ka qelluar, nëse do të marrësh disa të rinj që t'ju japësh disa mësime, ti mund t'ja dalësh ti bësh ata për t'i qarë, po e ke të pamundur t'i flasësh për një model. Për shembull hyn te bunkarti ose te këto elementet e tjerë të shtëpia me gjethe, dhe ti nuk i flet dot, fjala vjen për avokatin Muzafer Pipa që mbrojti, si profesionist i jashtëzakonshëm mbrojti të dënuarit kur askush nuk i dënonte. Apo Kujtim Beqiri, inxhinier që bëri në rindërtimin e vendit në kuptimin e mbas luftës me Abdyl Sharën, po ti s'kesi, domethënë nuk i gjen këta. Nuk i gjen se këta kanë, domethënë është për qëllime edukative, ndërkohë që përgjithsisht gjen vetëm shfrytëzimin për spektakël. Ajo që ti po i quajnë spektakël apo teatralizimi kujtesës, thuhet shpesh herë, apo i monumenteve të ndryshme, vetëm për një aspekt utilitar. Pra mua më interesojnë vetëm që të fus disa njerëz aty që t'i shohin, t'i jap disa shpjegime dhe puna ime ka mbaruar. Është edhe një prirje përgjithshme e kohës tonë për vlerësimin e asaj që po thoshim më përpara, pra një lloj utilitariteti. Siç po të thoja më parë, universiteti me U të madhe ka mbijetuar në Perëndim për shekuj me radhë, pa qenë i lidhur me idenë se çfarë do punohet, se çfarë do bëhet. I lidhur posaçërisht me idenë e formësimit fillimisht të njeriu të ditur apo të urtë, pastaj ideja e formësimit të qytetarit e të tjerë. Gjërat e cilat në kohën tonë është gjithmonë më shumë e vështirë. Dhe e përsëris, është një krizë kjo lidhje automatike midis shkollës dhe apo midis arsimit dhe tregut të punës, që është i pranishëm kudo në Perëndim. Pra, ideja kryesore është që universiteti në mos dhe vetë shkolla transformohen në kurse apo trajnime funksionarësh, punëtorësh apo elementësh në përgjithësi të tregut. Nëse do ishte kështu, askush nuk do ta çonte një person, fëmijën e vet, nuk do ta çonte në një universitet, por mundet fare mirë që ta çonte në një kurs. Në një kurs trajnim. Qeveria po lufton dhe shumë për këtë. Kemi punë, mos kemi zanatçi, mos shkoni në universitet, shkoni në pikërisht, nëse do ishte gjithçka tek çështja që të përgatisësh kuadro prodhimi për botën e prodhimit, po i quaj edhe botën e prodhimit material edhe botën e prodhimit në sensin e sektorit të shërbimeve. Nëse do bëj vetëm kjo, atëherë cila do të ishte, le ta quajmë kështu, utiliteti i mbajtjes në këmbë të një universiteti, po shkoj drejt asaj. Për shembull, në botën anglosaksone, gjithmonë më tepër po ndahen dy aspekte të jetës universitare. Ato që quhen në mënyrë të drejt për drejt universities, pra universitetet, dhe ato që quhen business school, të cilët dhe këtu vazhdojmë të quajmë universitete. Që do të thotë janë shkollat e larta me një certifikim të lartë, por të cilat e përqendrojnë dijen që japin në to në aspektet e kulluara praktike, në aspektet e përgatitjes së atyre që mund t'i quajnë kuadro në botën private apo në botën publike etj. Universiteti, apo do të shkojmë drejt te kërkimi shkencor nëse duam, i cili nuk mund të jetë i lidhur me këtë fushë të drejt për drejt utilitariteti, e di që po them diçka që shumë kujt mund t'i duket absurde, por një nga indikatorët që këto portalet ose agjencitë e mëdha të kërkimit shkencor ka një indikator që thotë ti mund të bësh një kërkim shkencor, por nëse kërkimi shkencor joti është i lidhur me industrinë,
ose industria e citon, ose sjell një përparësi ekonomike financiare për njerëzimin, sigurisht që ti ke bërë një arritje shumë më të madhe se sa të kesh krijuar një kërkim shkencor që e lexon vetëm ti dhe bën një avancim personal. Patjetër, por në këtë aspekt, çfarë do të themi për një studiues të historisë së lashtë? Çfarë do të sjellë ai ekonomist, do thotë? Çfarë do të sjellë ai ekonomist? Në qoftë se ne arsyetojmë mbi shoqërinë në terma vetëm ekskluzivisht të lidhur drejt për së drejti me botën e prodhimit, ma ktheve mbrapsht. Se kisha menduar ne, do filloj. Ja, në qoftë se ne do arsyetojmë vetëm për këto, do filloj të dhe po e them me një tingull paksa më sentimental, në qoftë se duam, dhe po jap ngarkesë negative termit sentimental. Në qoftë se ne do synojmë vetëm për mirëqenien e jashtme të njeriut, dhe jo për një rritje të brendshme, vetëm ta imagjinojmë se cila do të jetë shoqëria e të ardhmes. Tani unë po ndjehem në siklet me vetajn që po bie dakord me këto që ju thoni, sepse nuk i kisha menduar, nuk i kishim reflektuar as si ekip në këtë qasje. Përgjithsisht le të thuash bie prej kësaj konvencionit që shumë atë këto janë indikatorë. Unë dëgjova para disa ditësh kryeministrin e vendit, i cili tani kjo ishte një nga pyetjet e mia se kryeministri i vendit është edhe kreu i kërkimit shkencor në vend, edhe nuk e di se si... Jo, dëgjova një palidhje fillimisht me botën universitare, por diçka që ishte interesante. Dëgjova një video në të cilën kryeministri i vendit njoftoi rritjen e rrogave për pjesëtarët e orkestrës së radio televizionit shqiptar. Është mbasi orkestra më e vjetër në vend, për sa i përket traditës. Në gjykimin tim, me që jam një ndjekës i saj dhe i muzikës klasike, është një nga ndër të paktat, le ta quajmë kështu, oaze të një lloji kulture të ngritur në artet shqiptare. Kryeministri njoftoi këtë gjë dhe e njoftoi këtë rritje të rrogave dhe i ndjekur nga falënderimi i orkestrës, duke thënë që janë disa sfera apo fusha të jetës publike, të cilat nuk mund t'i mbijetojnë tregut, nuk kanë kërkesa nga ana e tregut, dhe si të tilla, shteti duhet të marrë barrën dhe t'i çojë përpara edhe kundër kësaj ideologjie utilitariste. Është një diskurs që nuk nga do ta kapësh, ti do të biesh dakord. Kush do nga ne mund të bjeri dakord, që ka sfera të caktuara, të cilat nuk ka interes privat, nuk ka interes që të derdhet kapital mbi to, dhe prandaj shteti, pra për kujdesës si kryesorit mirës publike, duhet të merret me to. Por kjo nuk i takon vetëm kësaj orkestre. Kjo i takon edhe një sferës të tjera, të lidhura posaçërisht me arsimin e lartë, të cilat duam apo nuk duam, nuk kanë lidhje me tregun. Nuk kanë lidhje në gjenezë me tregun. Sepse formësimi kulturor i një personi, në qoftë se ne do ta lidhim me tregun, atëherë do të themi thjesht që ti je qytetar apo i urtë sepse të do tregu kështu. A kuptoni sa pohim absurd është? Prandaj them me veten time që ky diskurs i kryeministrit të ishte pak më koherent edhe me një strategji të përgjithshme që ka të bëjë pikërisht me vatrat e formimit të dieve, vatrat e arsimit dhe të arsimit të lartë, do të ishte... Po thua që të jetë më sistemik, jo kaq i izoluar, sepse shumë ka ndodhur një zhvillim i tillë që është interesant në sistemin arsimor. Pra, nëse qeveria o investuar që të prodhonte mësues me kualitet më të lartë. Ata menduan që pa bërë ndonjë analizë ose pa i rënë lapsit, do ishte lidhja më e shkurtër ishte të rrisje mesatare në atyre që shkonin për mësuesi. Dhe e bën këtë. Pasi e bën këtë, kuptuan që askush nuk po shkonte më për mësuesi. Dhe mbasi le të themi duke tentuar t'i vënë vetullin zorën syt, bën mbrapa mbrapa. Dhe thanë, në për mësuesi do marrim edhe nga sferat të tjera të le të themi të profesioneve. Po përtej kësaj, nëse na duhet të formojmë, do t'i paguajmë me rrog bas. Edhe një student që shkon në degët e mësuesisë ose të pa preferuar ose që le të themi tregu nuk i përqas dot,
Shteti vendos që gjatë viteve studimit t'i jap një rrogë Megjithatë edhe kjo nuk mjaftoi. Nuk ka si të mjaftoi, sepse në vetvete njëherë këto deg ku hyn dhe mësuesia janë në radhë parë të damkosura me faktin që janë deg të cilat në qoftë se do futesh me idenë e punës, dhe të gjithë futen me idenë e një pune të ardhshme, do të jenë punë të cilat nuk do të të shpërblejnë. Unë përgjithsisht jam munduar gjithmonë në atë, le të themi, hapësirën time të vogël të marrëdhënieve ndërpersonale dhe profesionale me studentët, ti siguroj për diçka që ku studion për histori, ta harroj faktin që do të bëhet një ditë të bukur shumë i pasur. Dhe duhet të zgjedhë ndonjëherë midis dëshirës dhe midis lumturisë, më falni, dhe midis pasurisë. Nuk po them që ky duhet kthehet në një refren që të cilin duhet ta përmendi kryeministri apo qeveria. Por duhet të kuptojmë edhe diçka, disa nga të këshillat e mëdha, të cilat na kanë gjendur sot, dhe jemi të gjithë të bindur që janë këshilla, mes të cilave fakti që niveli i arsimit, sidomos niveli i arsimit universitar, është jashtëzakonisht i ulët dhe këtë sfidoj këdo që ta vërë në dyshim, mund të ketë elemente të cilët na bëjnë nder, një pedagog, dy pedagog, një departament, apo student shumë të mirë të cilët dalin. Por sa herë ke të bësh me një student të mirë, pyetja apo dilema që ke është pse ky nuk ikën jashtë. Pse nuk ikën në hapësira më të mira të studimeve. Kështu që duhet të them, të gjitha këto këshilla që na kanë rënë, janë këshilla që kanë të bëjnë në radhë të parë, jo thjesht me një politikë të caktuar, jo thjesht me një shumësi vitesh të fundit e të tjera, sepse do ishte shumë e lehtë të përgjigjeshim kështu dhe të ofronim një zgjidhje, por kanë të bëjnë në rrënjë me një mënyrë të ndërtimit të këtij polisi, pra të këtij komuniteti në të cilin ne jemi sot, dhe që aty duhet të nisin ndryshimet rrënjësore. E di që kjo që jam duke thënë nuk është një zgjidhje e shpejtë, por zgjidhjet e shpejta, zgjidhjet me një të rënd të lapsit, që do me thënë me një të rënd qeverisë apo të ngritur i qeverie tjetër, apo të një dekret ligji që transformohet në ligje të tjera, janë zgjidhje gjithmonë. Unë kam një pyetje kështu të drejtë për drejtë. Do doja që ta kuptoja ku po më çoje. Nëse një vend mund të ndryshojë realitetet e veta edhe standardet e veta, këtë mund ta bëjë në mënyrë kualitative dhe më të mirë bota akademike dhe studiuesit edhe, le të themi, kjo elitë njerëzish apo qeveria? Domethënë e keq kuptova unë kur the që modeli duhet të jetë dhe shpëtimi zakonisht. Edhe unë atë prefer, mbase edhe unë atë mendoj që është. Shikoni, një ndër pellgjet kulturore në të cilat kemi rënë, dhe jo vetëm ne, është fakti që jemi të droguar nga ideja e progresit. Dhe jemi të droguar nga ideja që progres do të thotë mirëqenie materiale. Në qoftë se krahasojmë jetën shoqërore të shqiptarëve në ditët e sotme me jetën shoqërore të shqiptarëve dhe ekonomike të shqiptarëve të parë 20 viteve, nuk ka asnjë lloj dyshimi që janë më mirë. Janë më mirë, ushqejnë më mirë, vishën më mirë, udhtojnë jashtë më mirë etj. Kjo nuk do me thënë gjithsesi që ky është progres. Këtu ka me siguri një mirëqenie më të madhe materiale, por nga ana tjetër kemi dhe një rrokopuj kulturore në të cilën kemi rënë pikërisht në saj të këtij pasurimi material të gjithanshëm. Pse e lidh me pyetjen tuaj? Sepse kur flasim për qeveri apo flasim për akademik, dy sfera të cilat pikërisht në Shqipëri nuk janë shumë të ndashme, sepse ka një pasion të veçantë tek profesorët shqiptar për të marrë me politikë, jo se ka një gjë të gabuar, por kjo shpeshherë më lë shihen që nuk duan punën e tyre të vërtet, dhe punën e tyre shohin shpeshherë si një lloj, po e themi kështu, si një lloj trampoline për të hedhur në botën e politikës, duke qenë se bota e politikës premton më tepër, sidomos në terma material,
apo kur them politikës të qeverisjes publike. Po më thua që një pedagog i përkushtuar mund t'i bëj më shumë kontribut vendit se sa të jetë një kryetar partie? Kjo është afërmendës, sepse ai do t'i japi kontribut më tepër profesionit të tij. Dhe në qoftë se secili nga ne po marr frazën e famshme volteriane, do të kujdesej për kopshtin e vet, dhe këtë kopsht do ta mirëmbante, pa kaluar në kopshtet e tjerëve, do t'i bënte një nder shumë më të madh komunitetit. Nuk kam asnjë gjë për pedagogët që hidhen në politikë. Siç nuk kam për historianët që hidhen në politikë. Megjithëse para pak vitesh thërrisja më të madhe që duhet ndaluar politikanët flasin për histori. Por shpesh shumë nga politikanët janë dhe historianë pastaj. Sepse kanë tendencën që ta shfrytëzojnë natyrisht të shkuarën, historiografinë, historishkrimin e tjerë. Nuk kam asnjë gjë kundër kësaj. Por dhe këtu po sjell në vëmendje një pohim që ka bërë para ca kohësh miku im dhe juaj besoj Neritan Sejamini, i cili me rastin e emisioni tha diçka të tillë që nuk se duhen dhe aq intelektualët, historianët, politologët, nuk e di juristët e tjerë në qeverisje, se sa këta i duhen punëve të tyre, se sa këta i duhen sferave të tyre profesionale. Ajo që mua le të themi kështu, nuk më ngazëllen me siguri, por madje më shton një hije pesimizmi për sa i përket shoqërisë, është mungesa e jashtëzakonshme për sa i përket pak në sferës së arsimit lart e njerëzve të apasionuar pas punës që bëjnë. Një profesor i keq, një profesor i cili qëndron aty me shpresën e një trampolizimi në diku tjetër, apo i cili është futur aty sepse duhet gjej një vend pune, apo i cili është futur aty pa merit, por sepse duhet të marrë një rrogë, është një shkatrim i jashtëzakonshëm, sepse në vend ai të shkatron 50 veta, 60 veta që mund të ketë si ka mundësi më këtë e gjen kudo. Domethënë, unë ndonjëherë kam hedhur fajin edhe moshës, sepse për shembull brezi im, çdo që takoj, jam këtu edhe për pak sa të bëj ca kontakte dhe do gjej diçka tjetër. Jam këtu edhe për pak sa të krijoj ca eksperiencë që të shkoj diku tjetër. Mirë, po tani vitet e fundit edhe unë nuk jam më aq i ri. Po. Që do të thotë kanë kaluar edhe eksperiencën edhe kontaktet dhe ka plot profesionistë në këtë vend që me dekada bëjnë një punë që as nuk e dëshirojnë, as nuk i motivon, dhe gjithmonë me një ëndër në kokë të një aratisjeje të mundshme. Prandaj, po vazhdoj të këmbgul tek mos lokalizimi apo mos izolimi i problematikës në aspektin më të dukshëm. Pa e mohuar që aspekti më i dukshëm, për shembull, ligji i vitit 2015 për arsimin lart ka qenë shkatrimtar, pa asnjë gjysmë termi për ta përcaktuar si të tillë, por duhet të kuptojmë edhe një bazë më të gjerë, një shtrat më të gjerë problematik i cili lidhet pikërisht me mënyrën se si funksionon shoqëria. Dhe të keni parasysh diçka, në qoftë se shoqërisë i është dashur kohë që të mbrit deri në këtë lloj derexheje, ku ta ka ta ndisë arsimin, natyrisht që edhe rregullimi nuk mund të kërkojë një të rënd të lapsit. Po, e vërtet është kjo. Dhe është diçka, e di që mund të tingëllojnë si të flasësh në ajër, por që faktikisht në qoftë se nuk e shtrim vështrimin në horizont edhe për dalluar rrënjët e problemit, do të mbetemi ngushtë dhe problemi nuk do të zgjidhet asnjëherë. Mënyra se si në shoqërinë tonë, dhe politika është pjesë e shoqërisë, siç unë dhe ti jemi pjesë të një shoqërie, edhe politika është pjesë e shoqërisë, mënyra se si shoqëria jonë e ka konceptuar rolin e arsimit brenda për brenda, është në thelb një mënyrë jo për mirëqenien shpirtërore të kësaj shoqërie. Dhe një shoqëri që nuk ka mirëqenie shpirtërore, është një shoqëri e vdekur. Një shoqëri që ecën si një kufo me gjallë. Tani unë kam një pyetje. A ke frikë ndonjëherë se kjo është romantizëm në raport me ç'bën shoqëria?
E thash vetë që e di shumë mirë që... Se unë për shembull e mendoj, po nuk e them. Se them po marrim për të çmendur. Jo, konstatimet të cilat mund të duken fjalë në ajër, unë jam shumë i ndërgjegjshëm që mund të duken të tilla dhe mund të tingëllojnë të tilla, por janë konstatime të cilat së pari dikush duhet i bëj. Po, e vërtet. Së dyti, nuk i ka ardhur keq njeriut nga gërmimi thellë i rënjes si një problematikë. Mund të mos jetë utilitare, por keq nuk i ka ardhur asnjë kolektiviteti të caktuar. Ti bëre një pasqyrë shumë të mirë të edhe strukturës së të menduarit ose si qasemi ne çështjes arsimore, politike, edhe mekanizmave të ndryshme që janë praktike. Për shembull, ne me ekipin e kemi pasur shumë të vështirë kur siç funksionon shoqëria civile, që ti duhet marrësh mbështetjen e një donatori në shumë raste për të krijuar një analizë, një studim, një kërkim që është në kufi të një kërkimi shkencor në vetvete, dhe ishte shumë e vështirë t'i shpjegoje një drejtori tuaj që unë dua të monitoroj korrupsionin në universitetet shqiptare. Dhe mbaj mend me një drejtor gjerman që ishte pothuajse e pamundur dhe ai pothuajse na bëri cancel, sepse për çfarë korrupsioni, çfarë mund të ndodh korrupsion në sistemin arsimor. E njëjta gjë kur dy profesorëve të mi që janë profesorë në New York, unë po mundohesha t'i shpjegoja që dy profesorë ishin arrestuar për shkak të korrupsionit në sistemin e tyre, sepse kishin, dhe ata nuk po e kuptonin që ç'a kishte bërë ky korrupsion, domethënë, dhe kur i shpjegoja në detaj që procedura është që vjen studenti ti e plek ose profesori kërkon lek studentit, ata ishin, domethënë nuk bëheshin dot pjesë e bisedës në cilën unë i ftoja, sepse ishte e pa imagjinueshme që nëse çdo sektor tjetër, dhe këta ishin profesorë të cilët të trajnonin për korrupsionin, për çështje korrupsioni, dhe nuk ishin njerëz të pa rahur me termat e korrupsionit, administratave të korruptuar apo korrupsionit në nivel strukturor. Që do thotë, unë po sjell vetëm lajmin e fundit, domethënë që është Universiteti Bujqësor i Tiranës, ku 28 profesorë dhe administrat arrestohen nga SPAK-u për shpërdorim detyre, tendera, elemente të tilla. Ndërkohë që ti vetë je studiues dhe në një farë mënyre kjo të bën pjesë këdo që është pjesë e këtij komuniteti. Nuk diskutohet. Ti vetë si e shikon gjithë këtë? Dhe nuk e them këtë? vetëm në mënyrë retorike, këtë nuk diskutohet. Patjetër që secili që punon në këtë sektor dhe secili që punën në këtë sektor e quan diçka të mirë për vetë, Unë vazhdoj, unë kam nisur të jap mësim në Shqipëri në vitin 2013. Në një kohë në të cilën niveli i studentëve ende bënte dallim midis privatit dhe shtetërorit. Pra ende në atë kohë mund të thoshe që në një universitet publik studentët janë të një cilësie më të lartë se sa në një universitet privat. Dhe deri në këtë moment të bisedës nuk i kam përmendur asnjëherë studentët, sepse të dalim në diskutime siç po bëjmë tani bashkë në një podcast dhe të fillojmë të flasim për nivel studentësh, më duket shpeshherë sikur të kapesh pas elementit më të gabuar për t'u kapur. Në gjykimin tim dhe them këtë gjë fare prerë, studentët janë viktima të një shoqërie që nuk e kanë krijuar ata. Por që kur kam nisur të jap mësim, po thosha dallimi midis këtyre studentëve të selive të ndryshme ishte i dukshëm. Sot, kur vazhdoj të jap mësim po prapë edhe në universitet privat dhe në universitet publik, mund të them që ky dallim ka ardhur duke u sheshuar. Dhe ky dallim ka ardhur duke u sheshuar sepse ndërkohë dallimi midis një universiteti privat dhe një universiteti publik në terma mësimdhënie, në terma didaktike, pra tashmë dhe ligjore, praktikisht ka ardhur dhe ai duke u sheshuar. Nuk ka më një fortesë të shenjtë të dijes të mbajtur publike dhe pastaj kontribute të tjera private që kjo dije të eci më përpara. Janë dy sektor të cilët konkurrojnë njëri tjetrin për të certifikuar disa dije formale, të cilat pranohet pothuajse kudo, dhe në ato aspekte profesionale. Nuk e di të formësimit juristëve, të formësimit të financierëve, apo të formësimit të inxhinierëve tjera, janë sektor të cilat kërkojnë pastaj, sektorit e punës e kanë fjalën, trajnim më vete.
Pra, praktikisht, diplomimi në një universitet apo dije e bankave është kthyer në një dije paraprake për të futur pastaj në kurse të tjera, ku duhet të formësohen këta individ, apo trajnime, apo forma të tjera të tilla pas universitare, le të themi, apo paraprofesionale. Kështu që përgjegjësia është e gjithanshme. Dhe kjo ka të bëj pastaj edhe me përfshirjen e jetës universitare në këto problematike që ti po ilustroje pak më parë. Pra që kanë të bëjnë me një ide ku ato që mund të quajmë të këqijat e shoqërisë, korrupsioni apo afera mafioze të tjerë të jenë futur deri në nuk dallon dot një drejtori të një bashkie apo të një ministrie nga një universitet në kuptimin e... Po shpesh herë nuk arrin të dallosh as, nuk e di, një pedagog nga një, me racën time kam inatin kryesor. Nuk arrin dot racën futen në thonjze natyrisht me kategorinë time profesionale, le të themi. Kështu e kam inatin kryesor dhe nuk arrin të dallosh midis një pedagogu dhe një profesionisti çfarë do në një fushë tjetër, dhe këtë e them për të këqijat. Edhe kam përshtypjen, pyetja e fundit e imja në lidhje me akademinë, pastaj do ka përzejmë në një komentim të disa fotove që unë me gjithë miq të ftuar e bëj. Ka të bëj, pyetja e fundit ka të bëj me lirinë akademike. Është një indeks që kryesisht në ato nivelet e demokracisë, quhet Videm, francez, dhe në ndër indekset e tjera që ajo mat, ne na interesojnë këto që lidhen me arsimin. Dhe ne aty kemi kuptuar që indeksi i lirisë, le të themi, si një pedagogu në vendin e punës, po dhe i oponencës për t'i bërë politikave publike, në Shqipëri sot është më i ulët se sa i profesorit apo i akademikut të vitit 1992. Pra kur është matur 1992, kur kishim 2 vjet demokraci dhe i gjithë elita ishte e formuar akademikisht, pra praktikisht ishte njeriu i ri komunist, që edhe nëse nuk kishte një lëvizje për bëndeses të mos ishte i lirë në një farë mënyrë. Ndërkohë që sot është më pak i lirë se sa i 1992-shit. Është edhe kjo një problematik komplekse. Po e nis duke thënë që unë personalisht... Nëse ne të gjithë e mbajmë mend, në 92 në ato vite, elita akademike ishte një farforme, një lloj shprese për vendin dhe kishte një lloj tendence për të qenë kritike ndaj politikave publike për të pasur një liri akademike brenda universitetit. Ndërkohë që sot i numëron me gishtat e dorës. Ajo elita akademike ka qenë e brumosur me një po e quaj ideologji, e cila ishte ajo intelektualit organik. Pra, atje që ishte pikë kontakti, intelektuali organik është ai që është një pikë kontakti midis pushtetit dhe masave, midis udhëheqësve dhe të udhëhequrve. Intelektuali është diku në mes. Është një urë komunikimi midis tyre. Pra, ai nëpërmjet përpunimit të vet shkencor i përcjell pushtetit mesazhet për përmirësim të jetës përgjithshme etj që vijnë nga masat. Deri në 92-shin, deri në vitet 90, kjo ka qenë një brumosje intelektuale e kësaj elite. Që do të thotë kjo ishte një elitë e cila vinte nga një botë mendore dhe kulturore, e cila e shite mësuesin si një lloj kategorie gati e përzgjedhur. Unë nuk kam asnjë lloj nostalgjie, s'kam si të kem, jam i lindur në fund të atij sistemi, pra isha çilimi e mdek kur ndodhin këto ndryshime, por me siguri më vonë ne kemi pasur pasoja të shumta nga ky lloj modeli. Nuk jam ndër ata që gjykoj se universiteti para 90-s bënte punë të mëdha dhe serioze. Universiteti para 90-s ka pasur shumë probleme, të cilat pak e nga pak mund të zbardhen dhe mund të shihen, por punonte si universitet brenda për brenda një lloj izolimi të përgjithshëm që kishte vendi, kundrejt komunitetit që është detyrimisht ndërkombëtar i kërkimit shkencor.
Mbas kësaj periudhe, vjen ajo periudhë në të cilën konsiderohet që, për shembull, në klishet e sotme, ne themi gjithmonë që parlamentet e viteve 90 ishin të sunduar nga profesorë, intelektuale etj. Parlamentet e viteve 90 kanë qenë të sunduar patjetër nga prania shumë njerëzve të tillë, por kanë qenë parlamente të cilat kanë pasur ca problematika të tjera, ku gjejmë rrënjën e problematikave të sotme. Kështu që nuk do t'i shije gjërat në këtë dritë kaq bardhëzi që ka qenë e tillë. Jo, e thash thjesht për kontrakt, për të ilustruar atë lirinë e akademikut të sot, domethënë, ose liria e akademikut të sotëm për t'u shprehur, për të dhënë një opinion dhe gjëra të tilla me radhë, është liria që kanë shumë kategori të tjera profesionale për t'u shprehur dhe për të dhënë opinion. Nëse është një frikë, po themi kështu, e bazuar, apo është një frikë në ajër, e pa bazuar, apo është autocensur, apo është një vetë merak, po e quaj kështu, që më mirë të shprehem më pak etj. Unë këtë nuk di ta përcaktoj me një siguri të madhe. Por di të them që nuk ka një liri e cila të te i kaloj atë që kanë shumë kategori të tjera. Pra që do të thot, një punonjës universitar sot, askush nuk e ka bartur dhe askush, as ai vetën nuk e bart me ndërgjegjen e të qenit, ai gjithashtu ndërgjegja një shoqërie të tërë. Në momentin që nuk mësuesi, nuk po them më profesori i universitet, por mësuesi, nuk është më në atë pjedestal në të cilin shoqëria shite mësuesin përpara viteve 90, nuk ka as ai vetë pse ta shojë veten si të tillë. Dhe që ai të bëhet zëdhënës apo më këmbës i një kërkese të përgjithshme për më shumë demokraci, apo liri, apo zhvillim kulturor. Kjo ishte pak cinike, ma shbër edhe nga bindjet e mia për të cilat do marr pozicion tjetër. Do kalojmë tek një, le të themi, rubrikë të fundit që ne komentojmë disa imazhe, foto, të cilat ju mund t'i komentoni nga një perspektivë që ju e shikoni të arsyeshme. Unë kam zgjedhur një ndërtim pa lej, le të themi si simboli këtij kapitalizmit informal që vendi jon është në Durrës, mos gaboj. Po. Dhe do për shtypjen time të çfarë më zgjon një imazh i tillë. Është një përshkrim i duhur i asaj që mund të jetë historia, kryesisht e llojit politike, por edhe shoqërore e së paku 20-25 viteve të fundit. 20-25 viteve të fundit që do të thotë në 20-25 vitet e fundit ne kemi jetuar pothuajse gjithmonë nëpërmjet shtojcësh. Këto shtojca në mënyrën e të bashkëjetuarit, që do të thotë një pallat është simboli mbase kryesor në modernitet i të jetuarit bashk, edhe kjo ka nevojë për shtojca të cilat shpeshherë i shtohen asaj që është legale, i shtohen asaj që është nga ana inxhinierike këshillueshme, dhe i shtohen bashkëjetesës tonë në përgjithësi midis njëri tjetrit. Dhe të mos harrojmë që janë të gjitha shtojcat të cilat përdorin një kurth të madh, përdorin kurthin e déjà fait, thon francezët. Pra e faktit që e legjitimojnë veten në momentin që janë në ekzistencë. Pra, është fakti kryer tashmë që janë ngritur këto, po e themi, janë ngritur këto kate më tepër, është fakti kryer që këto janë të banueshme tani, prandaj duhet të hyjnë dhe në sferën legale, duhet i legalizojmë. Unë kam përshtypjen që kjo kthehet në një lloj metafore të 20-25 viteve të fundit, që çdo hap përtej nuk bëhet duke Pra ne e bëjmë në paligjshmëri dhe për shkak se e morëm këtë e bëm, tani hajde ta ligjërojmë. Është interesante. Imazhi tjetër është, këtë do më duhet të fus në atmosferën e kësaj, sepse gjithmonë i bëj pyetjen vetes, si ka mundësi se ne si shoqëri shqetësohemi që disa të zgjedhur e kanë pagën e lartë,
por nuk shqetësohemi në të njëjtën mas që ne I kemi zgjedhur ata. Domethënë nuk ankohemi që një deputet nuk duhet të jetë aty sepse nuk e meriton, po ankohemi që ai është aty, po të paktën të mos meritoj pagën e lartë. Kjo raporti, një raport me para në basa, nuk e di. Unë jam një fëmijë I viteve 90. Dhe në vitet 90, kjo aren gladiatorës, të quajmë kështu, pra salla e parlamentit, e mbaj mend që ka qenë një ndër kontekstet më të ndjekura fal edhe mediave etj. Pra kishte një vëmendje të madhe. Dhe ishte një vëmendje vazhdueshme, pra të gjitha debatet parlamentare ndiqeshin, komentoheshin, ka patur një obsesion të vërtet të gjithëve për lajmet në vetvete, për të ndjekur etj. Nga ana tjetër, duke qenë se unë kam të bëj me student të vitit të parë, pra ata që sot janë 18 vjeç, ata që një ditë të bukur mundet që ta kenë një vëmendje gjithashtu të madhe ndaj kësaj salle parlamenti, konstatoj gjithsesi që vëmendja e shoqërisë sonë është jashtëzakonisht e bjerrur përreth kësaj. Pavarësisht se shoh që lajmi I të njëjtës në parlament vazhdon sundon vëmendjen mediatike, pra diskutohen, gazetarë shkojnë aty, marrin interviste. Ne sa herë bëjmë aksion, të njëjtën e kemi të përjashtuar si ditë reagimi qytetar. E ka politika. Pikëri, unë kam përshtypjen që shoqëria sotme nuk I vë më një vëmendje të madhe. Nuk I vë më vëmendje të madhe dhe me siguri, dhe po flas gjithmonë nga këndvështrimi për shtypjes time, dhe me siguri shoqëria sotme nuk I sheh më si një model qoftë edhe jo ideal I baballarëve të kombit, të quajmë kështu. Pra I njerëzve të cilët janë aty për të mbajtur në këmbë dinjitetin dhe nderin e një popullate. Linjëherë që përgjithsisht dhe po flas për të dyja dekadat e fundit, kur flasim për parlamentar, ne përgjithsisht flasim për njerëz të cilët kanë një fjalor jashtëzakonisht të ngushtë, kanë një përgatitje kulturore e cila lë shumë për të dëshiruar, ke të bësh me njerëz të cilët prototipin apo ideal tipin e intelektualit publik rrallëherë mund ta përfaqësojnë, dhe po flas gjithmonë në përgjithësi, sepse mund të shkëputim rastet veçanta, dhe të mos harrojmë që Parlamenti I Shqipërisë, Kuvendi I Shqipërisë, ka një nga bibliotekat më të pasura sot në vend. Me të vërtet për t'u admiruar, edhe mënyra si është ndërtuar, por që unë vë shumë në dyshim që se frekuentohet nga ata që duhet ta frekuentojnë. Interesant është edhe ai kalendari I famshëm I para ca javëve ku I bënte thirrje deputetëve që të nderoni figurat kombëtare, ku ndërtoi ishte edhe Enver Hoxha, heroi I popullit shqiptar, ata zyrtarët pretendonin që vinte nga libraria ose biblioteka e Kuvendit. E institutit që menaxhon. Unë nuk e di se sa mund ta kem vizituar atë bibliotekë që është aty, por që vë fort në dyshim. Pra duhet të them që përgjithsisht dhe këtë e quaj një pjesë të dobët të shoqërisë, shoqëria nuk është më e orientuar për të parë te ky vend diçka të virtytshme. Po thua që nuk e frekuenton ndonjë deputet këtë bibliotekë, no? Në qoftë se frekuenton do kishte bërë lajm tashmë. Në përgjithësi do kishte bërë lajm. Mirë po, unë kam përshtypjen që ju që jeni edhe më në brendësi se sa që jam unë me punimet parlamentare dhe me gjëra të tilla, mund ta shquani fare mirë cili është niveli përgjithsisht intelektual I këtyre njerëzve. Kështu që në qoftë se niveli intelektual, dhe unë kam përshtypjen që janë dy sfera, apo unë jam mësuar të mendoj që janë dy sfera të lidhura. Në qoftë se niveli intelektual nuk është kaq I lartë, niveli etik do të lërë gjithashtu shumë për të dëshiruar. Vi nga një lloj formimi që më thotë se po të lexosh tragjeditë greke, rritesh dhe estetikisht. Etikisht. Nga ana etike. Pra, formësohesh më tepër. Tjetër, pra ka një ngarkesë morale më të lartë që ti merr përsipër për të bësh. Unë po them për tragjeditë greke, pra po them për një formim klasik.
por në përgjithësi një formim kulturor i mangët, më vjen të mendoj se është gjithashtu i mangët dhe nga ana etike. Unë jam i sigurt që një pjesë e mirë e përbërjes parlamentit sot e merr edukimin e tij nga TikToku, po kjo është temë tjetër mbase. Në fakt, edhe gjatë bisedës në ti e ceke që të rendurit pas një progresi që është kryesisht i lidhur me numërimin e parave, nuk është i shëndetshëm nëse kjo nuk vjen nuk zhvillohet në një raport të drejtë edhe me atë që është e shëndetshme nga aspekti kulturor edhe emocional. Megjithatë duket që unë e solla këtij marsh edhe për të thënë, domethënë, a ka një lidhje midis komercializimit apo edhe asaj që ju thoni kultura të zhndrohet në një mall komercial? Patjetër, dhe kjo ka, në gjykimin tim, ka të bëjë shumë me faktin që ka një ngutje të madhe në shoqërinë tonë. Në shoqërinë tonë ngutemi shumë për të marrë informacionin. Këtë informacione marrim pothuajse me një herë, në mediat e sotme ky informacion na jepet me një herë dhe na jepet në kohë reale, dhe nuk lodhemi për ta kërkuar. Imagjinoni se sa mund të lodhemi pastaj për të fakt-chekuar këtë informacion, gjithmonë më pak, dhe kjo ka të bëjë gjithashtu edhe me shijet. Shijet tona janë shije të formsuara nga kjo ngutje e madhe, po flas edhe për shijet estetike, edhe kjo ngutje e madhe që ne kemi. Megjithatë, ju më keni sjell këtu fytyrën e pikturuar të një tifozi, mos gaboj. E di pse solla këtë, sepse shpesh ne kur bëj fjalë për një pasuri shpirtërore, mua personalisht më duket që jemi shumë të varfër. Që do thotë ne kemi një hero kombëtar, një themelues shteti, Ismail Qemalin, dhe një shqiponj që nëse ti do të përjetosh më shumë se kaq, mbase mund të mos gjesh dot. Ose shumica e njerëzve tentojnë të qëndrojnë vetëm në këtë mallin kulturor që ne kemi. Flamur, shall, bunker, edhe çfarë gjen në një dyqan ti do të më thuash nga ana tjetër që shqiptar të mirë nuk të bën vetëm fakti që ti shkon në stadium, shpalos. Unë kam vënë gjithmonë tani të lutem, unë kam vënë gjithmonë në dyshim këtë, sepse unë nuk ndjek futboll dhe unë nuk shikoj as ndeshjen e kombëtares. Dhe ndonjëherë më vjen keq edhe ta pranoj, se them po më marrin për mungesë të patriotizmit. Një sport i cili detyrimisht ka adeptët e vet, ka ndjekësit e vet, po ka edhe njerëz që ndjekin sportet e tjera. Rasti jot është i tillë. Nuk ka asnjë gjë dëshpëruese në këtë mes. Por po, gjykoj që futbolli, dhe kjo nuk vlen vetëm për në Shqipëri, futbolli në ditët e sotme nxit, frymëzon emocione të cilat janë emocione shpeshherë artificiale, jeta e një bashkësie, qoftë kjo dhe një bashkësi kombëtare, natyrisht nuk ndalet vetëm në shpalosjen e simbolikave të tilla, simbolika të cilat shpeshherë janë edhe thjeshtëzuese. Nuk është se të nesërmen e fitores si një kombëtare jeta jonë në komunitet ecën më mirë. Base për pak kohë të gjithë mendojmë se duam pak njëri tjetrin, në momentet kur për shumë mundim Serbin në stadium, por pastaj natyrisht rikthehemi. Pastaj na mund Serbia në çdo parametër, edukimi, industri, në kërkim shkencor, për shembull. Kështu që mendoj që pikërisht për atë ngutë që po të flisja si një dukuri e kohës tonë, ka të bëjë edhe ngjitshmëria që ne krijojmë emocionale pas klisheve apo pas mënyrave të tilla. Shpeshherë ky do të quhej, është një studiues shumë i njohur amerikan, i cili ka sajuar tok fjalshin nacionalizëm banal. Është nacionalizmi i jetës së përditshme. Është një nacionalizëm i cili lidhet më së shumti me edukatën që ne na kanë dhënë, sidomos në fëmijëri, me disa simbole të pakta, nuk e di, për shembull që mund të jetë himni, mund të jetë
kuqezia, për shumë në rastin ku shqiponja etj, dhe aty dhe aty ndalet, pra në këta hapësirë jashtëzakonisht të ngushtë dhe nocioni jon mbi jetën e përbashkët që kemi, pra mbi komunitetin. Natyrisht një komunitet është shumë më tepër se sa këto simbolika, por në momentin që ndalemi dhe njohim komunitetin vetëm për këto, për fitimin e një ndeshje për shembull, apo ky komunitet është zgënjur sepse ka humbur këtë ndeshje, natyrisht kjo tregon edhe se sa I cunguar është ky komunitet. Interesante. Edhe duke folur, kam shtypjen po prapë te komuniteti, unë kam një pyetje që mund të jetë pak më e thjeshtë dhe më e drejt për drejt. A dim të bëjmë gjëra të mëdha ne si kom? Ky është një moment që mund të jetë një nga gjërat e mëdha që mund të kemi bërë në një moment caktuar, në një situatë caktuar. Nëse ti varet se çfarë konsiderojmë të mëdha. Unë kam një problem të theksuar, do ta quaja, gati psikologjik, por le të themi e kam intelektual, me denominatorët, pra me emëruesit e përbashkët. Komb, popull, etj. Të gjithë këto emërues janë në fakt mbledhës njësish individuale. Pra, nuk e di se sa ekziston populli, sepse brenda fjalës popull ne fusim interesa, këndvështrime, formime, nga më të ndryshmet, të cilët në shumicën dërmuese të rasteve nuk përputhen njëri me tjetrin. Është kjo ideja bukur e pluralizmit në vetvete, me që më erdhi kjo pamje në të cilën celebrohet, le të themi, një rrugë drejt pluralizmit, apo celebrohet arritja një lloj pluralizmi. Dhe ky nuk është vetëm pluralizëm politik, në kuptimin që unë dhe ti mund ta mendojmë ndryshe për sa I përket qeverisjes së polisit, të bashkësisë në të cilën jetojmë. Ky është një pluralizëm në të gjitha senset. Kështu që pyetjes nëse do arrim në njerëz si kom apo kemi bërë gjë të madhe, do të vlente për çfarë do lloj njësie tjetër të përgjithshme, siç sapo përmende. Mund të ketë nga ata popull të cilët sot mburren mbi pushtimin e Evropës nga ana e Napoleonit. Pra, kjo gjë është arritur nga francezët, siç mund të ketë nga ata popull të cilët ende sot, pavarësisht se nuk kanë një lidhje me të shkuarën, vazhdojnë dhe e përjetojnë me sinqeritet në elementet e tyre individual një faj kolektiv të cilët ata vetë individualisht nuk e kanë bërë siç mund të jenë gjermanët e sotëm kundrejt asaj që ishte holokausti gjatë luftës së dytë botërore, që ishte Shoha. Kështu që detyrimisht them që një përjetim I tillë vetë krenues mbi një arritje të madhe mund të vi vetëm me barrën e një kritike pa aq të madhe mbi atë që mund të ketë ndodhur dhe nuk ka shkuar mirë në të shkuarën. Nuk është se jemi shqiptar të mirë vetëm për një fitore ndeshjeje, jemi shqiptar gjithashtu edhe të këqinj në momentin që një ndeshje humbasim, për ta thjeshtëzuar dhe banalizuar. Se di pse kam përshtypjen që përgjigjen e kishe më demotivuese, po e zbukurove pak. Jo. U mundova të lidhja detyrimisht. Shiko, te kjo foto, për te të gjithave, për te gjykimeve që sot mund t'i bëjmë me ndjesin e të diturit çfarë ka ndodhur më vonë, është I qartë një lloj entuziazmi, gati edhe mallëngjyes, dhe them me ndershmëri të madhe këtë gjë, gati mallëngjyes për atë që shumë nga këta njerëz këtu mund të shpresonin për sa I përket të ardhmes. Mund të shpresonin për sa I përket të asaj që do vinë. Në radhë parë mua, një pamje e tillë më lë një përshtypje, se sa brengosëse, sa dëshpërake ka qenë edhe edukimi këtij brezi. Sepse ky ka qenë një brez I cili formësimin e vet të parë ka pasur ende në diktaturë. E ka pasur ende në funksionin e asaj propagande. Fjala propagandë në atë kohë ishte për mirë, sot e shohim për keq. Se kemi zëvendësuar me fjalën PR, por që aty jemi. Pra, dhe këta vet ishin njerëzit që shpresonin më tepër nga një rënje një sistemi. Kështu që imagjinoni se sa e dëshpëruar ka qenë një lloj fëmijërie e tyre, sidomos e parë me sytë e tyre. Por di të them gjithashtu që po të ndalemi tek fotoja,
nuk do të ishim objektiv nga ana historike, sepse nuk do të merrnim përsipër ta gjykonim këtë histori në atë që është funksioni më natyral i historisë, që është ecuria e kohës, ndryshimi nëpërmjet kësaj ecurie. Do të isha shumë kurioz ti shija si janë sot. Më kujtove një pyetje që si një miku i nga Kosova që është pak kështu kontroversal, Ron Gjinovsi, e kemi mikë përbashkë. Një darkë po më thonte që Oremgen thotë, çka kanë bërë shqiptarët për botën? Çka i kanë dhënë? A ka ndonjë moment ku ne duhet ndihemi krenar për diçka që siç mund të ketë shumë popull? Domethënë unë luftoja me sjell shembuj me gjet, po gjithsesi po më vinte pak inat që mund të mos kisha një përgjigje shumë të mirë. Duhet marrë parasysh dy faktorë të rëndësishëm. Në radhë të parë, shqiptarët, shqipfolësit, i quajmë si të duam, pra bashkombësit tanë, janë në radhë të parë një popull relativisht i vogël. Në krahasim me popullata apo me kombësi të tjera, të paktën në kontinentin në cilin jetojmë, hymë ndër ata që janë relativisht të vegjël. Ose mesatarisht e poshtë. Ose ndër më të vegjëlit. Ndër më të vegjëlit. Kështu që dhe kontributi duhet të llogaritur edhe në këtë lloj baze. Në këtë bazë po e themi të pastër sasiore. Nuk e di pse mungojnë këto pyetje në hapësirën shqiptare. Domethënë duken kështu si herezi, si blasfemi. Sepse mungon shpeshherë qasja kritike. Po nuk dëshirojmë ta shohim veten në pasqyrë. Ja, qasja kritike është të parit veten në pasqyrë. Dhe qasja kritike do të thotë që shumë nga gjërat të cilat janë në nivelin e miteve duhet të shmitizohen. Nuk më ngushëllon as pak të zbuloj që një shkencëtar çmim Nobel ka një origjinë shqiptare etj. Sepse dje nuk e konsideroj një prodhim të gjeneve. Nuk dua të bie në atë gradë ashtu. Por nga ana tjetër preferoj të shoh edhe një lloj realiteti që për një sër arsye sasasiore, pra numri i popullatës, aq të cilësore që kanë të bëjnë me traditën e universiteteve etj, nuk mund të presim nga bashkombësit tanë që të kenë një kontribut siç mund të kenë, po themi, një traditë akademike apo kulturore britanike të tjera të tjera. Se ndonjëherë ky është kurth që jo domosdoshmërisht duhet të kesh bërë diçka për të vlerësuar veten në kuptimin e është si këto teoritë e gjuhëve, për shembull, dikush po mundohej shumë të më shpjegonte mua që gjuha shqiptare ne duhet ta duam shumë se është më e vjetra në Ballkan, në Europë, në botë, nuk e di, dhe po mundohej të shpjegonte gjithçka në botë funksiononte sipas gjuhës shqipe, e ke parasysh, janë shtuar. Se kjo dashuri për të vjetrën. Kisha një pyetje, por nëse s'do ishte e vjetër, s'do e duam? Jo, un kam një pyetje tjetër. Po gjuha mund të ishte edhe e re, dhe unë do ta dashuroja njësoj gjuhën me të cilën ne jemi rritur edhe komunikojmë. Gjuhën me të cilën je rritur dhe që ti shprehesh më mirë për sa i përket botës tënde të brendshme. Pra unë nuk arrit do ta kuptoj edhe kjo rendja, kjo. Mbas të vjetrës, për të kemi diskutuar shumë herë edhe në kontekste të tjera. Por do të thosha, do të shtoja vetëm një pikë të vogël që ta kemi parasysh. Edhe vlerësimi hyn në këtë dinamikën e madhe të ndryshimeve. Shikoni, në çdo libër historie, po e lidh shoh, por edhe çdo libër gjysmë historie, ne mësojmë me idenë e heronjve të lashtësisë, për shembull. Aleksandri i Madh, Konstantini i Madh etj. Janë dhe këto shtesat, epitetet i Madh, për shembull që vjen. Aleksandri i Madh ka qenë masakrues popujt të shumt. Miliona viktima mund të llogarisim sot. Megjithatë është hero, por sepse është shumë larg nesh. Është shumë larg nesh dhe na ka humbur një lloj ndjeshmërie. Pra kam përshtypjen, edhe vlerësimi që ne bëjmë, i mirë apo i keq, është shumë i lidhur, sidomos vlerësimet të tilla mbi një popull të tillë etj, është shumë i lidhur me kontekstin se kur bëhet ky vlerësim. Qartë. Dhe e fundit, më shumë një tentativë për të kuptuar edhe nga ju, a ka një në ditët e sotme kur ne jetojmë, a ka një kontrast midis modernes dhe tradicionales? Nuk kam zgjedhur një pikturë të Dasma Shkodrane, mos gaboj, Abdurrahim Bozit, që është le të themi ikonike e një tradite e një dasme katolike
në qytetin e Shkodrës. Duke rrezikuar që ta komplikoj pak përgjigjen, ta ndërlikoj, do të thosha vetëm që nuk ka një kontradikt midis tradicionales dhe modernes. Ideja se diçka është tradicionale është ide moderne vetvete. Nuk është antimoderne. Do ma shpjegosh pak. Po. Atëre, çfarë konsiderojmë moderne? Ktheve mbrapsht, Po. më ke rëzuar gjitha ato teza këtu me rrezik. Çfarë konsiderojmë moderne? Ne konsiderojmë moderne diçka e cila te i kalon atë që ne i quajmë paramoderne. Po se tash edhe termat janë Po pra, nuk po futem në cilin aspekt, në aspektin historik apo sociologjik apo filozofik. Por përgjithsisht modernia është diçka të cilën ne i quajmë më të zhvilluar se ajo që ka qenë përpara. Okay. Reagimi ndaj modernes mund të vi detyrimisht vetëm në një kontekst pikërisht modern. Që mua nuk më pëlqen kjo që kam rreth rrotull. Mua nuk më pëlqen një lloj morali i cili jep një bazë filozofike dhe të gjëra dhe atyre që janë pak konservatorë ose kështu domethënë. Me duhet përballur me filozofia. Po e dekonstruktove këtë si po modernia, domethënë tradicionalia është një reagim ndaj modernës. Mua nuk më pëlqen disa fenomene në modernitet. Për shembull, mua nuk më pëlqen që prindrit i keq, fëmijët ju përgjigjen keq prindërve. Apo fëmijët të cilët, me që këtu po flas për shihet e mia, fëmijët që ngren zërin në klasë, mua nuk më pëlqejnë. Mua më pëlqente më tepër kur unë isha fëmijë. Pra diçka të cilën unë e quaj tashmë të tejkaluar, por që jo se të tejkaluar si vlerë, e quaj vlerë të vërtet. Atëherë, kjo do të thotë që reagimi im është një reagim modern, por ndaj atij moderniteti që mua nuk më pëlqen. Kështu që dy fenomenet, të paktën nga ana paradigmatike, nuk e kundërshtojnë njëri tjetrin. Ne jetojmë vazhdimisht në një bashkëjetesë të vazhdueshme midis asaj që ndryshon dhe një tentative për të mbajtur gjërat në vend. Kjo është pastaj një çështje edhe këndvështrime se sa gjërat mund të mbahen në vend. Një historian do ju thoshte që asgjë nuk mbetet në vend. Gjërat ndryshojnë shpesh në të gjitha aspektet. Ka gjëra që ndryshojnë më ngadalë, ka gjëra që ndryshojnë më shpejt. Një filozof do të thoshte që ndryshimi, shndërrimi, është i mundur vetëm po të mbetet një esencë e pandryshuar. Por në përgjithësi, për ta zhvendosur në tokë, përgjigjen, do të thosha që ne jetojmë në një kohë në të cilën kemi një rendje apo kemi një prirje të pashmangshme për forma të reja bashkëekzistence civile, bashkëekzistence në kolektivitet, por në të njëjtën kohë ne vritemi gjithashtu nga përmasa e ndryshimeve që kjo bashkëekzistencë na sjell. Përpara 20 vjetësh, të flisje për homoseksual, LGBT, pra për orientime të ndryshme seksuale brenda një qytetarie, mund të kishte edhe problematika që mund të vinin nga pas për luftarake. Pikërisht. Tani, për shembull, me çfarë unë dalloj, ka ndryshuar një lloj perceptimi i diktuar më së shumti nga ndërgjegje që qofse nuk më shqetësojnë, unë nuk do t'i shqetësoj. Pra është një ide e tillë, që prapi duhet të ketë korrigjime etj. Unë e kam testuar këtë në një nga fenomenet më të rëndësishme që ndjekin shqiptarët, që është ky Big Brotheri. Dhe kur për herë të parë Big Brother para shumë vitesh futi një le të them banor të këtij komuniteti, shkaktoi protesta në Lezhë. Të cilat këta nuk kanë halle tjera se do mbrojnë këtë. S'duan fare ty në Europë, thonë vetëm kështu, ka vënë dëm qyteti. Ndërkohë që në ditët e sotme ka një. Në vitin e kaluar, ose edicionin e kaluar, mund të kenë qenë disa në numër dhe nuk. Absolutisht. Maksimumi shkaktonte statusen në Facebook. Absolutisht. Pra është diçka e cila që prapi po mbetemi në sipërfaqe, nuk po i hyjmë fenomenet të thellësi. Por kjo shkakton pikërisht këto reagime, që do të thotë se
ideja e përparimit, ideja një modernitetit vazhdueshëm, sot në shkencat sociale flitet madje për postmodernitet, sepse flitet njëkohësisht për postindustrializëm. Pra, nuk është më një shoqëri. Madje kam përshtypjen që i ka mbaruar dhe postmodernitetit, i ka mbaruar emri. Duhet. Dhe kjo nga ana tjetër mund të jetë e tillë vetëm në qoftë se ne jemi gjithashtu në një prani të një reagimi ndaj kësaj, që është tradicionalja, ose ideja për të ruajtur në jetë përgjithsisht, për ta mbajtur sa më pak të lëvizshme, mundësisht për të mos ta lëvizur fare esencën e disa vlerave, po i quajmë, apo të një identiteti të mbështetur mbi të lashtën. Që edhe ky nuk është tamam i mbështetur mbi të lashtën, ky është i mbështetur mbi idenë që ne kemi mbi të lashtën, por që mos dekonstruktojmë gjithçka. Megjithatë, ne kemi treguar që jemi një shoqëri që mund të lëvizim ndërmjet kontrast. Cila shoqëri nuk e ka dëshmuar. Po ka shumë shoqëri të cilat e këto tranzicionet i kalojnë deri tek konflikte. Të armatosura. Kanë të tjera kanë përshtypjen. Dhe përgjithsisht kontrasti midis të vjetrës dhe të resë është një nga shkaktarët kryesorë të konflikteve që konfliktet duhet përkufizojmë edhe konfliktet. Ka konfliktet armatosura. Kjo është një betejë që unë nuk e fitoj dot me ty. Jo, duhet të them, çdo term ndonjëherë duhet, nëse do ta përdorim si term referencë, ka nevojë për një sqarim të mëtejshëm. Por ne nuk mund të themi që jetojmë në një shoqëri pa konflikte. Për të sotmen. Janë shoqëri pa konflikte në kuptimin normal që japin fjalës luftë. Por jetojmë midis konflikteve të shpeshherë të sheshuara, shpeshherë të ftohta midis komponentëve të ndryshëm të shoqërisë. Shpeshherë ne ngrem në qiell idenë, për shembull, kjo është një qasje kritike. Ne shpeshherë ngrem në qiell idenë e bashkëjetesës fetare në gjirin e shqiptarëve. Dhe themi që shqiptarët përgjithsisht kanë një bashkëjetesë të tillë sepse janë tolerantë. Unë mendoj që nuk ka ide më intolerante se sa ideja e tolerancës. Që do të thotë, kur unë them që jam tolerant ndaj teje, unë them që unë jam sipër dhe ti që je poshtë, unë ty po të toleroj. Po të toleroj me idenë që ose ti do mbash një pozitë më poshtë meje, ose ti do ndryshosh dhe do bësh si unë. Ideja e tolerancës. Po në Shqipëri kjo ka ardhur me një lloj edhe nuk është vetëm aplikuar në tolerancë, është aplikuar edhe në bashkëjetesë, në kuptimin që i martohen me njëri tjetrin, jetojnë pranë njëri tjetrit. Në varësi të konteksteve. Ne e dim shumë mirë që për shembull, kush ka lexuar tregimet e Migjenit për Shkodrën e viteve 30. Po, ke drejtë. Të ecurit në 2 trotuare të ndryshme, nga ana e pjesëtarëve të secilës fe, ti impononte një ide pak më ndryshme. Ma bëre me hile se Shkodër këtë mund ta gjesh tani. Po është Shkodër. Po nuk është e njëjtë. Në Korçë për shembull nuk është kështu. Mund të them që varet shumë nga lokaliteti, varet kur pjesa më e madhe e kësaj bashkëjetese, unë jam fëmijë i një bashkëjetese fetare. Vi nga 2 prindër me 2 tradita religjioze të ndryshme. Në një zonë tipike ku familjet nuk bëshin me njëri tjetrin përpara komunizmit, siç është Himara dhe Vlora, të cilat ajo ndarja llogaras ishte edhe ndarje njerëzore. Por nga ana tjetër mund të them që pastaj me uljen e rëndësisë së fesë, sidomos gjatë periudhës komuniste, natyrisht fillon dhe nisë dhe konceptohet shumë më tepër. Kjo për të thënë që dhe ideja e tolerancës në vetvete duhet parë me një sens kritik, sepse kjo nuk do me thënë që është ide një barazi absolute demokratike. Po mirë, po të sjellë ca evenimente, për shembull, para komunizmit. Sigurisht. Ja, ka edhe aty disa momente ku... Sigurisht, por unë do të sjellë evenimente të tjera pastaj. Axhi Qamil. Njëra ndër. Jo, është e vërtet. Megjithatë kjo hap një debat madh dhe mua më vjen mirë që ne bëm një bisedë ku cekëm disa gjëra që nisnin nga universiteti, nga le të themi si e trajtojmë ne dijen, deri tek disa elemente pak më kontekstuale të mënyrës se si shqiptarët sillen ose ne sillemi në ambientin publik. Unë të falenderoj për këtë komunikim. Edhe jam shumë i lumtur që disa gjëra i fitova, domethënë që
Ishte bashkëfitore. Unë nuk ndava shumë, kështu që faleminderit që më bëre pjesë, po ne e mbyllim këtë komunikim së bashku sot. Sigurisht, dashur miq, ne do kemi mundësi që të shihemi sërish në komunikimet e radhës, edhe duke shpresuar që nga ky komunikim jo vetëm të ketë qenë disa minuta të cilat ju dëgjuat qasje të ndryshme, po edhe t'ju ketë vlejtur për mënyrën se si ju le të themi ndërtoni sistemet e operimit apo të sjelljes në hapësirën publike shqiptare për të pasur mundësi që më pas të kontriboni në mënyrë eficiente për vendin tonë. Kështu që unë ju le takim në komunikimin e radhës. Mirupafshim.